Një lajm as pak i mirë për ish-kryeministin Fatos Nano, ka tronditur familjar dhe miq të tij. Prej më shumë se 2 javësh, Nano ndodhet në reanimacionin e një spitali privat në Tiranë, ku mjekët po bëjnë të pamunduron që ta mbajnë në jetë. Ai ka shkuar në spital pa shenja jete, por ekipi i mjekëve ka bërë maksimumin për ta rikthyer atë në jetë dhe tashmë ato shpresojnë në një mrekulli që gjendja e tij të përmirësohet. Sipas bluzave të bardha, Nano tani reagon vetëm ndaj dritës, pasi ka pësuar dëmtime në tru. Bashkëshortja e tij, Joana Nano, qëndron gjatë gjithë kohës në ambientet e spitalit, jo vetëm gjatë ditës, por edhe në orët e vona të mbrëmjes. Ajo ka kërkuar nga mjekët që të bëjnë të pamundurën për shëndetin e bashkëshortit të saj. Fatos Nano është baba i 2 fëmijëve, një vajzë dhe një djali, që ai e ka me ish bashkëshorten Regina Nano, ndërsa djali i tretë është djali i Joanës, të cilin Fatosi e ka birësuar. Teksa miq të afërm dhe familjar po rrinë në pritje të një mrekullie që shëndeti i Nanos të ketë një kthes pozitive, lutjet tona bashkohen me ato të familjarëve të ish-kryeministrit.